E para, javën e kaluar një prej aktiviteteve të rralla, se tashme që s'ka qeveri efektive kështu, e një prej aktiviteteve të rralla ke vendosja e gurthemelit një qerdës në Gjilan. Mirë bëll. Aty shkoj kryeministri, se s'po guxoj me i thonë në detyrë Albin Kurti bashkë me Arbriena Gavcin për me vendos gurthemelin. Gurthemeli ke mobil, do me thonë i levizshëm, duke qenë i tillë mpreku tej mase me që marrënoj mitin e peshës së një fjale të madhe. Gurthemeli i lirisë, gurthemeli i pavarësisë, gurthemeli i shtëpisë, gurthemeli i shkollës, cili prej jush s'jeni rrit me këtë fjalë. Edhe paramendone bashkë këtë fjalë të ta ilustru me diçka të paqëndrueshme. Nashta s'keni pa kur, po çekçur në video që shdokej. Pra, ishin ja 4-5 drasa katrore dhe që aty Kurti dhe nga Gavci vendosen kanikaci me beton. E masi u kry ceremonia, gurthemelin e skaju në një parçoshit asaj ledines ku ish para pa me u marru një qerdhe edhe një bageru sjellke në për to. Arbriena Gavci ka thonë se i kanë marru 830% ma shumë qerdhe se sa krejt qeverit e kalume. Me këthy në numra, i bike që qeverit e ngratat kalume i kanë marru diku veç 3 qerdhe e gjys. Qeveria Kurti shquhet që gjithë shkapin e ka kthy në përqindje, që me u dok ma shumë, ma mistike, ma matematike, ma trigonometrike. Pra, shumë shifra, ma interesante me thonë 830% ma shumë qerdhe i kena marru, se sa me thonë 160 që i kemi premtu e si kemi marru. E dyta, një ngjarje ose një akt i komentum ke fotografia e presidentes Vjosa Osmani me zyrtaret e AKI-s për 8 mars me shpinë kthyme ka aparati. Njësit e çështjeve të sigurisë u alarmun me të drejtë me njëherë, duke i tregu presidentes që bile me këtë akt e ka cenu sigurinë e zyrtareve të AKI-s edhe përbën kjo edhe shkelje ligjore. Nga presidenca u kujdesen me ju përgjigj shumë reagimeve, duke thonë se fotografia u bën me leje të AKI-s. Se kujt i ka shku mendja me e bo këtë lloj fotografie, e din veç ai që e ka pas i pari idenë edhe zotin alt. Veç kjo do ke shumë a shumë, se sa mi qit inicialet ndonjë punonjësit të AKI-s. Këto janë dy ngjarjet e javës që s'pom hiqen prej mendjes, sidomos tash në këto javë kur zhvillime po ka ma pak, anipse e pritshme ka qenë e kundërta, pra që zhvillime me pas ma shumë. Duke qenë se janë moj zgjedhjet, dihet kush ka është me përqindje me numra. Në vaktonin, në këso situate, si gazetar, nga ishim herte selia e një partije herte tjetra, me që veç vlojshin diskutimet se kush me kë ka me qeveris, kush me kë bën koalicion. Veç për te krejt zhvillimeve, një send mos e harroni kur, gurthemelin mobil, atë vend, s'kan me harru as gazetarët e nacionales që në vazhdim kanë me përcjell qerdhen me gurthemel të ilustrum se qysh po marrohet.